Rritja vjetore e çmimeve është ndikuar kryesisht nga karburanti dhe energjia, të cilat janë ngritur ndjeshëm gjatë muajit prill. Krahasuar me të njëjtin muaj të vitit të kaluar, vetëm vlerat e karburantit në treg kanë pësuar rritje me 8.5%, duke shënuar nivelin më të lartë midis të gjitha grupeve të konsumit. Gjithashtu, edhe kostot e qirave dhe të ushqimeve kanë kontribuar në këtë rritje me 4.8%, kategori që prekin drejt për drejt familjet shqiptare. Për gjatë muajit mars dhe prill të këtij viti, inflacioni u ngrit me 0.3%, ndërsa indeksi vjetor i tij është regjistruar në 2.8% sipas të dhënave të Instat. Raporti tregon për luhatje edhe në shërbimin e restoranteve, akomodim, mallrat e akcizës, si edhe argëtimi dhe kultura, teksa çmimet e veshmbathjeve kanë qenë të vetmet që kanë pësuar ulje. Në këtë pasqyrim reflektohet se shpenzimet e jetesës vijnë të mbeten nën presion, veçanërisht për shërbimet bazë dhe lëvizjen, sektor që ndikojnë menjëherë në përditshmërinë e qytetarëve.